Pastor Martini humbet shansin për të marrë vendin e parë në klasifikim, duke pas parasysh humbjen e rivalëve të tij. Po falshme për ne. Kjo tregon edhe herë që ekipi, çdo ekip sa do të cilësitë ketë, nëse s'ka motivimin e duhur për para ndeshjes, nuk arrin me shpreha të fushë. Fillu mirë, po atë me rastet tona, dikun për cilësi, dikun për egoizëm teprum, nuk arritëm shënurin. Ma ne fillu të bëjmë nervoz, duheshim me kërku golin në mënyrë që s'janë mënyrën tona. Por duhet të thonë që është një ndeshje më të këqija që kena bë. Të paktën mendoj duhet ishim më të qartë, sepse keqja ndeshje që kapshin radhën e parë prap, ishim aty ku kishim kënë gati pothuajse tonë kampionatin e pafalshëm. Mendoni se ndikojnë për ndeshjet e ardhshme këto 3 humbje radhazi? Po, ndikojnë. Ana psikologjike është më e rëndësishme në këto momente, po gjithsesi janë edhe 2 ndeshjet e fundit do t'i bëjnë unë na bë maksimumin edhe shohim në final formë. A kënaqësi ke godat? S'kon fajç, nuk kon fajç, e kuptoj drejt. Por thash, nëse si mobilizum 100%, ka si çdo kundërshtar nuk ja del për me fitu ndeshjen kështu. Unë personalisht përgajnjes edhe s'kem gjatë me thonë që kena ndeshjet më kurën, duhet të punojnë marrën psikologjike sepse është me thonë drejtën është e rënduar në këta momente, por na të shohim tjetër po. 2 sfida shumë të rëndësishme, më themi tepër të forta. Tirana dhe Kamotari që luftojnë për mbijetesë. S'ka asnjë klet, nuk ka asnjë ndeshje që është e lehtë. Aq më tepër kur ti je 100% i gatshëm për përballu një ndeshje ose në vlerëson një ndeshje që në vlerëson nesër. Bozën atëherë çdo ndeshje është e vështirë, aq më tepër që si Tirana si Vlora janë pothuajse të njëjtat pozita. Bëhet e vështirë, po gjithsesi do bëjmë maksimum. Çfarë do ndryshojë në Final Four, sepse tashmë ndeshje lartë nuk është shumë. Ne duhet të shohim ndeshjen që na vjen Bakure, Final Four është larg, do të thonë këta 3 pikë për ne sa të ishin të arta sa arritëm me marr. Dhe janë shumë të rëndësishme pikë në formulën që është për gjysmën pikë. Duhet jesh të kapësh radhën e parë gjëna. Prandaj them duhet marrojmë të ndeshje më të shohim Final Four.